Jemi sërish bashkë dhe është koha për bisedë. Do të shpalosim detaje rreth ekspozitës Mozaik, të hapur sot gjatë ditës në Mitrovic. E detajet rreth ngjarjes i shpalos Nora Prekazi, drejtoresh e Muzeut të Mitrovicës. Përshëndetje Nora, kënaqësimet pasot. Përshëndetje Nora, kënaqësia pasot. Atëherë sot në ora 14 u shënua hapja e ekspozitës Mozaik, një prezantim artistik i realizuar në kuadër të programit edukativ të Muzeut të Mitrovicës. Si shkoi gjithçka dhe si u prit nga publiku? Kjo njëherë është ngjarje për si vjen nga institucioni jonë, është ekspozita e 6 që kemi hapur si vjet. Është një ditë shumë e bukur, është një kurorëzim i një pune një vjeçare me program edukativ. Një program edukativ gjithë përfshirës për grup mosha të ndryshme, do me thonë aty kemi pas punë me grupin e thurjes, që është një grup i përbër nga gra të moshave të ndryshme, të cilat për gjatë një viti na kanë mësuar se si të thurim me kravza dhe me mësi të ndryshme të pejt. Pastaj kemi pas punëtëri të ndryshme të vizatimit, të cilat i kemi bë me shkolla të ndryshme, si dhe me Down Syndrome Kosova në Mitrovic, si dhe pastaj e kemi pas edhe një program tjetër që e kemi quajtur Muzeun Lëvezës, edhe përposh aktiviteteve ose punëtorive që i kemi mbajtur në muze, kemi quajtur muzeun tek qendra burimore Nën Tereza, si dhe në qendrën kulturore të fshatit Bare, ku kemi punu me nxënës të shkollës Xhevat Yusufi. Duna mi përmendu dhe shkolla tjera që kanë qenë pjesë e këtij viti, të cilat sot ekspozojnë, pra shkolla Abdullah Shabani, Ismail Qemali, Kosovo Leadership Academy, Anton Zaku Qajupi, Shrem Qebej. Që një punë e madhe, edhe është kurorëzuar me një ekspozitë që e kemi quajtur Mozaik, sepse është një mori e arteve të ndryshme, e punuar nga duar të grup moshave të ndryshme, edhe ka qenë një ditë shumë e bukur, një kurorëzim shumë i bukur i vitit për neve si muze, edhe ka qenë një moment, me thonë, ku kuptohet saktësisht roli i muzeut që punohet për komunitet dhe komuniteti e shijon këtë institucion. Pra po duket se ka qenë një hapje e suksesshme. Por Nora, e veçantë e kësaj ekspozite është se bashkon punime të krijuara nga komuniteti. Na trego pak më shumë se çfarë përmban ajo. Po, një herët neve përpos programit edukativ, gjithmonë ato janë të inspiruara si ide, punëtorit, vijnë nga ekspozitat e përhershme të cilat i kemi në muze. Ekspozitat tona të përhershme janë ekspozita e natyrës që trajton fosile toksore dhe nënujore. Pastaj si vjet e kemi rekonceptuar ekspozitën arkeologjike që është Mitrovica neolitike apo Mitrovica 8000 vite më herët, dhe ekspozitën Një jetë në Gajtan që ka të ekspozuara veshje të sipërme që janë jelek, xhamadan, mintan, dollame, anteri e kështu me radhë. Ky program edukativ është i inspiruar nga këto ekspozita, pra gratë në grupin e thurjes kanë thurur motive të inspiruara nga veshjet e muzeut. Përpos aspektit të vizatimeve të veshjeve, ka pas edhe punime me argjil, të cilat janë të inspiruara nga fosilet dhe koleksioni arkeologjik, vizatimet monumenteve të Mitrovicës, si dhe punime me fije. Do me thonë, e gjithë kjo ekspozit trajton trashëgimin kulturore materiale të lëshme dhe të palojshme të muzeut dhe të Mitrovicës. Në çfarë periudhe kohore janë realizuar veprat e ekspozitës dhe sa do të qëndrojnë në dispozicionin e qytetarëve? Programi edukativ i jonë ka filluar që nga janari i këtij viti, kemi filluar me grupin e thurjes, e cila ka ardhur si program edukativ i ekspozitës Një jetë në Gajtan, dhe është prit jashtëzakonisht mirë nga komuniteti specifikisht i grave, të cilat janë të moshave të ndryshme, janë gra pensioniste, ish profesoresha, juriste, anvise, kështu me radhë, të cilat na kanë mësuar ne gjeneratave se si thurim me grep, si thurim bunis, ose fije të ndryshme të tekstilit, pastaj me punëtori me nxënës të shkollave të ndryshme që veç i përmenda, me të cilët kemi punu, do me thonë, në secilin muj, 1 ose 2 punëtori të ndryshme. Deri në këtë muj, ku i kemi mbledhur punimet, janë selektu edhe janë ekspozu. Ekspozita do t'jetë e hapur deri në pranverë,
nga se kështu nxisim edhe bashkëpunëtorë të ri për shkolla të reja me të cilat kemi plan punojmë edhe vitin tjetër. Dhe do të ftojmë shkolla që të vinë të shohin programin edukativ dhe ekspozitë programit edukativ për shkak se muzeu përpos që shërben si një institucion edukativ ka mundësi që të mësoj rreth historisë urbane, rreth identiteteve edhe përmes rekreacionit dhe kënaqësisë, pra që janë punëtori të artit. Pra qytetarët të kenë kohë të mjaftueshme për të vizituar këto vepra. Po si e vlerësoni rolin e programit edukativ të muzeut për komunitetin dhe me çfarë interesimi shoqërohet ky program gjatë gjithë vitit? Po kështu rata ne kemi fillu të bëjmë program edukativ pasi që e kemi kuptu që ka shumë nevojë të plasohet muzeu përpos aspektit të ekspozitave, por të jetë edhe më afër grupmoshave të ndryshme dhe të krijojë një besueshmëri nga institucionit e komuniteti. Dhe çdo herë pas çdo aktiviteti që e bëjmë, specifikisht hapja e sotshme e ka tregu se sa e rëndësishme është mirëbesimin mes neve si institucion dhe komunitetit për të cilin ne jemi aty, do me thonë muzeu i shërben, komunitetit i shërben vizitorëve të vet. Është jashtëzakonisht e bukur, do me thonë për 2 vite ne punojmë jo vetëm me nxënës, po punojmë edhe me grupet marginalizuara, si vjet kemi punuar me Down Syndrome Kosova me Degën Mitrovic, me qenën burimore që është për pjesëmarrës në aftësitë kufizuara Nën Tereza. Po vitin e kaluar kemi punuar me komunitetin e verbër dhe të shortër, pra kjo është na që 2 vite mundohemi me shpërnda moton që Muzeu Mitrovicës është muzei të gjithëve dhe kjo nuk është vetëm si një tip slogani që flet për një dëshirë, por realisht ka rezultu nga puna cilën e bëjmë. Dhe muj me thonë që kjo ekspozitë sot me ekspozita Mozaik është edhe një vërtetim i asaj që ne si institucion jemi për komunitetin dhe shërbejmë për komunitetin dhe inspirohemi nga komuniteti. Kështu që unë mendoj që është shumë e rëndësishme, jo vetëm për muzejt, por gjitha institucionet e kulturës ta kenë një program ekstra që të targetojnë grupmosha të ndryshme, se kështu lidhemi me shtetin, lidhemi me historinë, me trashëgiminë kulturore, krijojmë hapa rreth krenarisë të asaj kush jemi dhe gjitha këto shërbejnë për një qytetari aktive, për një qytetari të parë. Po, me qenë se jemi edhe në përfundim të vitit 2025, si ka qenë ky vit për Muzeun e Mitrovicës? Ka qenë një vit intenziv, ka qenë një vit interesant, kemi pas ekspozita të ndryshme, kemi pas ekspozitë me fotografi nga kompleksi Trepça, me këto e kemi hap, ka qenë në fillim të pranverës. Pastaj kemi pas një ekspozitë që është një testament, që u ka dediku komunitetit Rom Egjiptas Ashkali. Pastaj kemi qenë një ekspozitë në pavionin e Kosovës në Osaka, Japoni, ka qenë një ekspozitë World Exhibition, ku është përfaqësu edhe Kosova si shtet me pavion, dhe na e kemi pas fatin që ta prezentojmë Kosovën me disa veshje nga ekspozita Një jetë në Gajtan, si dhe punimin e Gajtanit dhe një punëdore atje. Kemi vazhdu me hapjen e ekspozitës arkeologjike Mitrovica Neolitike. Kemi rikonceptu ekspozitën e fosileve dhe po e mbyllim me një ekspozitë komunitetit. Pra, kjo ka qenë një pjesë e punës, kemi pas shumë panele diskutime me profesorë të ndryshëm të fushave të etnologjisë, arkeologjisë. Kemi pas një botim të një arkeologu që e ka bo të arkeologjisë që e ka bo arkeologu Luan Gashi. Do me thonë ka qenë një vit intenziv, ka qenë një vit i bukur, një vit që na ka rritë profesionalisht, por kemi shumë shpresa për vitin që po vije, që të na sistemoj me institucion, me një objekt adekuat, të cilin nuk e kemi akoma. Po duke si një vit mjaft i suksesshëm për Muzeun e Mitrovicës. Por unë desha të ndalim pak edhe tek përfaqësimi i Kosovës në Japoni. Na trego edhe pak më shumë edhe për këtë pjesë. Po, që ishim atje, po kemi pas një prezantim të 6 veshjeve të sipërme të Muzeut Mitrovicës,
si dhe në kuadër të asaj ekspozite e kemi bërë digitalizimin e punimit të Gajtanit, të cilën e ka prodhuar zonja Hysnie Faqi, që është një pigrave të vetme në Mitrovic që akoma prodhon Gajtan, po flasim për Gajtan të tekstilit. Pastaj kemi punu edhe me një artezane nga Gjakova, zonja Florina Dula, me cilin kemi prodhu punëtori në kuadër të ekspozitës atje, kuadër të ekspozitës përhershme që ka qenë për 6 muaj e hapën në pavionin e Kosovës në Osaka, ku kemi punu për ballë publikut japonez, edhe ka zhu një kuriozitet shumë të madh, do me thonë, me që këto punimet tona kanë pas, do me thonë, fije të Gajtanit nga ari, ka zhu një kuriozitet, një kërshëri, dhe çka ka qenë interesant për neve është me kuptu që teknika e punimit tradicionale të Gajtanit është shumë e ngjashme në Kosovë dhe në Japoni. Si dhe kemi pas mundësi pakës me bo vizita të institucioneve muzeale atje dhe të disa tempujve. Kështu që ka qenë një përvojë shumë e bukur dhe jemi shumë krenarë si muze që kemi pas mundësi të prezentojmë diçka nga trashëgimia jonë këtu. Po duket një përfaqësim shumë i bukur për Kosovën në arenën ndërkombëtare. Po gjatë gjithë vitit në Muzeun e Mitrovicës janë organizuar ngjarje të veçanta për skenën kulturore. Besoj se janë mirëpritur nga publiku. Përgjithsisht kemi pas aktivitet muzeal, kemi pas bashkëpunime të ndryshme, si me kullën e Isa Boletinit që është Mitrovic, kemi pas një aktivitet për ditëlindjen e herojit kombëtar Isa Boletinit. Pastaj kemi pas bashkëpunim me Institutin Arkeologjik dhe me qendrën rajonale për trashëgimi kulturore me promovimin e katalogut që sapo e përmenda. Kemi pas disa ligjërata nga profesoreshat etnologe si zonja Drita Satovci, zonja Zanita Alimi, pastaj me një koleksionist privat që është zotërisht Shasivar Beku. Kemi pas një promovim të një librit që janë Kosova, monumentet e Kosovës në Kartolina, të botuar nga Instituti Albanologjik nga zotëri Valon Shkodra, ndoshta edhe diçka po harroj, po ka pas aktivitet që ka qenë edhe shtesë, do me thonë me panele të ndryshme, por edhe disa mbrëmje të muzikës klasike, të cilat i organizon Shkolla e Muzikës Tep Tatashko me cilën e ndajmë objektin, si dhe 2 koncerte të tjera që kanë qenë një nga dy këngëtare ose këtë rast muzikantët muzikës klasike, Fiona Shabani, si dhe Melisa, të cila e ka sjellë një orkestër nga Italia. Do me thonë, jemi mundu mos me jap shumë hapësim për aktivitete jashta muzeale, sepse për vite të tëra muzeu është shfryzuar dhe si një lloj qendre kulture, derisa qendra e kulturës Mitrovicës ka qenë mbyllur, si vjet është e hapur fatmirësisht, dhe jemi mundu që targeti muzeal me qenë kryesisht për program edukativ muzeal, por muzika klasike po ashtu është pjesë e trashëgimisë shpirtërore dhe nuk bën shumë dam, le t'i themi, koleksionit aty, por e fisnikron muzeun duke sjellë audiencë tjetër dhe një shijem dhe përjetim i ndryshëm në kuadër të institucionit tonë. Po cilat janë sfidat që vazhdojnë të ju shoqërojnë? Si që thashtë dhe më herët, edhe pse ju po dëgjoni një entuziazëm, sigurisht një punë që ka qenë e madhe gjatë vitit, ne akoma nuk e kemi selin tonë, nuk jemi të pozicionuar me një objekt që i takon vetëm Muzeut Mitrovicës. Kjo është sfidë e kahmotshme për institucionin tonë, që është sfidë jashtëzakonisht e madhe, sepse e shfrytëzojmë objektin ish objekti i Armatës Jugosllaves bashkë edhe me 4 palë të tjera, të cilat janë Shkolla Muzikës, është emergjenca policisë, është zëri i prindve, organizata jo qeveritare si dhe asociacionin e gazetarëve. Pra për një institucion muzeal që i shërbejmë komunitetit dhe vizitorëve, është mjaft të vështirë për shkak se kemi një hapësim mjaft kufizuar, si dhe të njëjtën kohë ka televizje të, domethënë, veç institucioneve tjera të cilat i përmenda. Sfidat të tjera janë për muzeet, gjithë muzeet e Kosovës të themi. Nuk e kemi një infrastrukturë ligjore, pra nuk kemi ligj për muzein Kosovë, nuk kemi një strategji shtetërore muzeale, por pavarësisht asaj, ne kemi përvojën, jemi këtu që sa, domethënë, kemi mundësi me pa dhe me bo vizita studimore dhe në për muzeet gjithandej regionit dhe tutje. Nuk kemi dasht me lonë në pritje, po kemi dasht me kriju shprehi, jo vetëm të shkollave, po dhe të grup moshave të tjera që ta kuptojnë që muzeu
është aktiv dhe nuk lejon që ta shohësh vetëm një herë, pra me gjithë këto ekspozita të reja që i bojmë dhe këtë program edukativ është ideja që të vizitohet sa më shpesh dhe çdo herë të jetë interesant, jo vetëm statik dhe në pritje të këtyre zhvillimeve shtetërore, por e kemi zhvillu kështu duke qenë afër komunitetit dhe duke u inspiru për trendeve botnore të muzeologjisë. Atëherë, Nora, faleminderit shumë për të këto informacione që i ndajt me ne, ishte shumë kënaqësi. Shumë faleminderit juve, kënaqësi me ndo gjitha këto informata edhe me ju. Faleminderit shumë.